a është i dhonën, a e donë qytetin, edhe a është i përkushtuar, apo veç ka imi apo qefin, shefit me thonë, masi shefi ka thonë, hajde që në Prishtinë se po na duesh se s'kena figurë më autoritative, apo një sentiment për rregullacion e Prishtinës. E kush paska, Urani paska, apo? Po, edhe përparimi ka. Se di ma s'ka vot në përparim. Kam përparimin që Okej, me që degazhim të Shalës po e marim në vazhdimësi kështu për ta komentuar dhe dua edhe qëndrimin e Matoshit, a mos po i bëhet pak pa drejt zotit Qeku të thua pse Prizren Ali. Ja ku je, Alel, nga viti 1986. Jo, po kështu rrjetet sociale në vazhdimësi. Ja ku e kemi Alilin nga viti 1986. Atë flok të gjatë. Një makinë e shkrimit me cilën ne kemi bë gazetari në vitet 80-ta. Një makinë me cilën do në dash me kanë daklograf, e nas kemi qenë daklograf. Kemi printu me 2 gishta, duhet me 10. Po me shkru me 10 gishta, u kanë një shkolle posaçme. Daklografia... Po, ka pas profesion këtë daklograf? Po, ka pas edhe profesion atë daklograf. Unë s'kum ditë, unë me 2 gishta, bile shumë herë, i thëshum njëni tjetër, du të me tipu 2.000 litrë me t'i gjetë germat. Se u kanë zërë me i gjetë. Se interesante kjo. U që di, në rendin e shkronjave në makinë shkrimit, germat nuk janë si pas alfabetit. Po janë shpërndomer si pas një kaosi total. Varet dhe çfarë prodhimi është? Jo, gjithmonë. Shkronjat e makinës shkrimit janë kaotike. Po, e qartë kaotike janë... Si pas alfabetit. E vërtet, po ka forma frankofone, anglosaksone, dallojnë ato. Sigurisht që po. Se u futëm shumë të Bitë gjitha harrova me thonë që autori fotografive është kolegu im gazetar kushtim Bedri Sadiku. Po, faleminderit shumë, edhe makina është e Bedri Sadiku. Edhe makina është e babaut. Originale, po, ndjes pas. Matoshi, mos po i bëhet pa drejt teksa e kalojmë makinën edhe me natyrisht makinën e nxjerrim. Po ishte kjo pak relaksuese, pak më kthy me shku në arkivat. Në komunikim oral. Tash si do qoftë, unë në Marokun e kam me fol për nivelin nacional pushtetit, për blokadën, për situatat e rëshqitshme, situatat revolucionare, situatat pakrye, situatat pa ide, politike. Po me që ro fjalla e zotit Qeku, unë do më nije me zotin Qeku, sidomos kur ka qenë aktivist i shoqënisë civile, ku përmenë edhe prom, ne kemi qenë pothuajse një puqista. Kemi qenë një strukturë mirë e njerëzve, cilët kemi qenë praktikisht kritik pushtetit edhe atëherë. Sepse sot shumë kësi militanta partisë pushtet menojnë që na veç Albinin e kritikojmë, na i kemi kritikuar gjitha pushtetet. Për arsye se është baza e një politike të mëshme publike, është kritika shoqërore. Nëse një pushtet nuk ka kritik, diçka po ndodh aty. Ose po punohet në top sekret, ose po përgatitet në krim. S'ka dilem tjetër, nëse nuk lejohen kritik. Populli i Kosovës është shumë interesant që e ka çmu dikur kritikën ndaj pushtetit. Tash utopit, ju ka topit kryt, nuk e di çka ka gjetë. Po nuk ka demokraci, kolegë. Kusho ka të nalë ty, Ale? Më falë. Nuk ka demokraci, kolegë. Që topit heq për kundrazi e mëre që një 4 vjetë, Zoti kur ma i mëret se ko. Gashi ledra atë tani, Matoshin. Adin se thu se tash po të përshohet fjalla dhe paguesh me dukat për se cilin fjalla, adin. Kritika shoqërore në demokraci është për mos me lanë pushtetin me fjetë, me rënë gjumë. Me qupi gjumit ka njerë, se për një me apëshin 5 muaj gati u bon që pushtetin e ki, jo s'ki heq pushtet. Kosova është shtet parlamentar. Nuk është shtet qeveritar që shko qef Albin Kurti. Me këto situatë e ti revolucionare. Pushteti primar në Kosovë është parlamenti, o kuvendi i Republikës. Përfaqësues e qytetarëve janë aty. Dhe Kosova praktikisht sot është pa pushtet, sepse presidenti është po ashtu i përket ekzekutivit, si pas sistemit kosovar. Presidenti është pjesë e ekzekutivit, se dikush më në ke president, Albin Botë unë jam kryeministër, jo kuvendi, mungesa kuvendi, sot për shambull. Mos ndodhët kur, me ndodhë në i situatë të fshirshme që është rajon në lindjet mesme, situata para shpërthimit
përgjithshëm, ose një sulm, ose qoftë edhe një fatkeqësi elementare, larg qoftë prej nesh, po ashtu po lutna. Nuk ka kush shpallgjanje të jashtëzakonshme në Kosovë, kolegë, sipas Kushtetutës Kosovës, kuvendi është ai që e shpallgjanjen e jashtëzakonshme. As kryeministri detyrë, as presidentja. Presidentja është shpall, po me leje të kuvendit, do të thotë. Pa kuvend s'mund me funksionu shteti, sa pushteti i parë. A mund të ketë marrëveshje të heshtur Matoshe? Unë mendoj që ekziston një pakt. Pakt. Një pakt i djallit, ose pakt me djallin. Pse e thonë këto? E kumë thonë, është, mas pari duhet me thonë një fjali, duhet mu distancu prej njët brillante prej faktit që kush o fajtori. Fajtori është ai që i ka fitu zgjedhjet. Kështu s'ka asnjë dilemë. I madhi gjithmonë o fajtori po gjithçka. Dhe voglit jo në fajtori është sa kanë kaqik, që thot populli i Kosovës. Është sa kanë fuqi politike. Po, fajtori numër 1 është fituesi i zgjedhjeve i cili nuk po don me legjitimu vetën. Po don me mu mojt me revolucion pushtet. Më keni votu punë e madhe, çka po doni me propozu, po më ndaj më mandatu kuvend edhe një herë. Jam kryeministër, po thot. Me qenë se pe përmen ka nërë me kompetencat kufizume. A kënej shkon bon projekte me qelura. Kënej bon emërimet nalta shtetërore, që janë vendime që nuk i ka qeveria në detyrë, nuk guzon me i marë. E në rason në ngova një not, a i po thot, është për mu, vazhdojnë të jetë një osi maj mirë kushtetueshmërisë në qitë vend. A i po thot që se cili vendimi kësoj qeveria në detyrë. Nësa në kimohet gjykot kushtetuese, do më onë humë. Se cili, amon se cili. Po, duhet të dikush ta ankimoj. Tjetra. Kur e shoh faktin me djallin, faktin me djallin e shoh në faktin që ish opozita në një 7 minuti vyjnë me rrjedha fatet. Mja votu idejen, po me në propozimin e shumicës për votim të shet, edhe mja votu Albulena Haxhiun, janë krejt 7 minut. Për 7 minut e sfidon Albinin, që shve edhe vetë thëjk e sfidomni, edhe si donë vetën. Apo doni me bo qeveri të opozitës, apo doni me bo kryeministër Kurtin 3. Shumë e thjeshtë. E dyta, pse kush për opozitës nuk për merë mundin me qunë gjykat kushtetuese faktin që me të dy kam qeveria Kosovës është në konflikt interesi. Kurti dhe ministrat e tij janë